Mirëmëngjesi të dashur shikues të Argon në Blu, ja tek jemi këtu për ju, ndërsa startojmë ditën. Qyteti i Vlorës sot është zgjuar me një kohë të bukur, temperaturat normale, trafik kemi thënë, fillon trafiku në mëngjes sepse çojnë prindrit kush të çojë fëmijët në shkollë, ndryshe nga vite më para që nxënësit ikin vetë në këmbë, por sot preferojnë të çojnë deri tek dera e shtëpisë. Do doja të shkoni pak parashikimin e motit se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës, por edhe në qytete të tjera të vendit tonë. Ndoqim parashikimin e motit dhe besoj se ka ardhur momenti që për pak entuziazëm dhe energji të shkojmë në hapësirën muzikore. Ndoqim hapësirën muzikore, ndërkohë tema që kemi vendosur sot në ekran, gjithashtu dhe numri i telefonit, dhe sa mbështetje kanë fermerët sot në vendin tonë. Por ndërkohë ne kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë, si jeni? Përshëndetje dhe për juve dhe urime për emisionin që keni bërë dhe gjithë që ketime hallet e problemet tonë. Faleminderit. Prandaj jemi këtu për të dëgjuar hallet e problemet e qytetarëve. Për t'i zgjidhur sa kemi mundësi, se shkopi magjik nuk e kemi. Por temën që do të zgjidhur për punën e fermerit është zero. Por unë do të thoja që sa janë të gatë këto feqatash, do me thënë babisë që bëjnë përjetimet të familje të nevojë. Po. E preka se pse si ka ndodhur diçka në qytetin e Vlorës. Po, çfarë ka ndodhur? Dhe të gatë, puna është ndarë një maune me dy rimoqo, me pako me ndihmë ushqimore nga një shoqat Ramadan, ku të qite, dhe i kam të publikuar atë video. Po? Po, në i që kam qenë i rituar kam dalë jashtë kontrollit sepse kam qenë, me thënë të bësh 5 kilometra për të vajtur tek ai vend. Dhe për të marrë ushqime, dhe ndërkohë që emri të rritet, edhe nuk të jepet pakoja me një vajzë që kam psikiatri dhe djalin e së mund të Po, përse nuk ta dhanë pakon? Përse nuk ta dhanë? Dhe zonja më tha që të ka marrë në telefon, ndërkohë që unë ja vrash telefonin e orë, telefonin i shazë, zonjë nderuar, nëse ti më ke marrë, qoftë një të vetë më unë nuk i dua, hape telefonin, ajo më kishë marrë që në muajin dhjetor. Imagjinoj, që në dhjetor, po kishë marrë, zonjë. Edhe i thash, mere telefonin, gjem numrin tënd, po më ke marrë dhe dalla të ju, zonja punon, i ka me video të gjitha, punon tek kjo është mbeti të qëtë. Drejtoria e Shëndetit. Bravo. Edhe kur vjen puna, ikën nga puna, nga orari i punës, dhe orarin e punës dhe vetëm ndan sapën. Po tani, shoqata janë këto apo që ndajnë apo? Jo, se dhe antare një shoqate. Apo janë për fushat? Jo, kjo është në punë administrat, po dhe jo moto, është në punë, punon dhe orarin e punës, ka ngritur një shoqat vetë, edhe dhe me thëmë, se mos të shpëndante kjo të shtunës e të dilë kur nuk ishte në punë. Dhe bëjnë një kasapani vërtet atje që nuk të shikos janë mbushur ato shaksit janë mbushur me këto të tonë, dhe me thëmë që nuk i mojë nërë. Dhe zotëria fillon dhe shtamë. Dhe unë të një që janë femën, nga mos të karë të një, nga kontroli nga vetë, që mos të ofendoj. Si pas që të drejtë më ofendoj mua. Unë nuk pas të më të drejtë ofendoj kja. Pra, ju ofenduan? Në ofendoj zotëria që po i mirë të pakën. Po. Që po i pusë të pakin. Po, kishe një arsye pse s'u adhan juve pakon, apo? Jo, thjesht me preteksti që më t'i qmarë zonjën telefon. Dhe këtë unë i thosja, ma dhe fetoj, mere telefonin, e orë telefonin. I thosë, mere, hape, ma dhe fetoj që nuk e marë. Po. Po i vjetor. Po mirë i thosë, mirë që më more më bërë një shime, doli bërë. Po se unë kam në të vajzë. Ato kam të në sërë hospital. Kjo zonjë ka makinë. Makine saj dhe të të ku do venine, të linditaj dhe të gjënates me 2 fëmijë të mua kja tëllë. Sa zgjidhje është kjo pako për njerëzit në nevojë? Sa i zgjidh jo? Kiste sepse kiste vaj, kiste seqer, kiste oriz, kiste makarona, kiste do me thënë nga 30 kile ishte pako, mos më shumë.
Po prap, është zgjidhje kjo? Është zgjidhje kjo them për Jo, një. më dëgjoj motor, po pjeti që mirë, po punën që unë bëj me fëmijën e tu, për mua ishte një plus. Po, një ndihmë e vogël. Po, nuk më thënë se pa të rrinin aty, më ka mua do vish në prill. Po. Tani ka, nuk ka, më do vish në prill. Ndërkohë që pa të rrinin aty, kupton? Kishte Rrinin aty pakot. ka shumë njerëz që janë në nevojë që ishin aty dhe për të marrë atë pakon. Tani, aty morën burra me kollare. Aty morën të gjithë ata që punonin shokët e saj në shoqet e saj në administratë. Pra edhe burra me kollare që punon në administratë, pas ka nevojë për ndihmë ekonomike apo dhe për ushqime. Po, edhe më vjen shumë keq për Shqipërinë e Diramës që kemi neve, edhe kush na u thej Jo, se Shqipëria e 2030 që do vijë Europa. Bravo. Edhe tjetra që më vjen ndërmend të them kam thënë dhe them që zoti do më sjellë një ditë shpejt aty të këtyja, që të bëj një pse jo, mos të dalaj aty dhe të bëj një bashkë, të me thënë, Po. që se dim me njerëzit, unë e kam thënë dhe them, që Sara e me nderë, që sa i pasër dhe i pavlerë. Që të kesh para sa të duhet, të pustit, nuk je human, nuk e tregon atë shpirtin tonë të shqiptar që je, dhe nuk po një humanizëm tek një familje apo tek ty apo që ishin dhe në Ramazan, që të më thënë, që është muaj i Ramazanit, është një turp i madh për ta pushtetarë që kemi neve në pushtet. Sepse gjithsesi luan rolin e karrikës së vet. Me çfarë kam parë unë politikanë, nuk po them, ka edhe nga ata që mbajnë Ramazan, që janë devotshëm, që besojnë dhe ndihmojnë, por ka nga ata që ndihmojnë qytetarët e tyre ku shkojnë tek zyrat çdo ditë dhe injorojnë, edhe ndërkohë janë dhe besimtarë dhe besojnë në Zot. Edhe ishte se më tha dikush që i tha se unë nuk votoj. Sesa, jam me 2 fëmijë të motra dhe nuk votoj. Dhe unë të marrë me makinë, tha. Po. E kuptoj? Sa do, sol, jo falenderit shumë. Fëmijët e mi nuk janë jodën. Fëmijët e mi unë e kam thënë dhe e them, ja pesari imi kësmuar. Me vajzën jeni takuar? Jo, akoma, jo. Akoma. Si është gjendja e saj shëndetësore, keni pyetur? Kam folur me një kryetar, mirë, është pak më mirë, e ka ato, do me thonë se ka frikë të dali. Sepse ajo mund të ketë kaluar shumë trauma, po në si tim. Sepse ja për shkupumë edhe të fundit fare dhe nuk e di. Shpresojmë që ta kaloj sa më parë këtë situatë që ndodhe dhe gjithashtu dhe për ju dhe familjen tuaj të stabilizojnë gjërat. Faleminderit shumë edhe për juve, por kjo është zonja në fjalë që është Mimi, edhe ka një shoqat humanitare, të më thënë që e ka bërë, një shoqat e ka ngritur vetë me sa jetim, e me sa të varë si puna ime, dhe nga ku na ka bërë Lolo dhe po na bërë Lolo, dhe nga ku ato paku me sa të gjova që më famë dhe njëra që ato paku dhe postiten me letë. Është pasë. Pasë jemi në këtë muajnë e Ramazanit të zoti vonon, po nuk arrot asë problem. Asë problem në derë, ne i temi gazë për derë. Po. Në ata që skujq, unë, jo se do vete në muajnë prill, unë, vete. I skujq nga kjo misioni juaj, Po. Dhe jo, më sa bëjt, dhe të bëjnë në temë që sa të gazë, janë shqiptarë të dimojnë familje të nevojë. Sepse nuk jam vetëm unë, jam 5 vjetë. I bëjnë mos i bërshën qësor, i gjyqësor. Jam 5 vjetë i bëjnë gjyqësor, më të vaj që si ka nesë të osmonë me. E kuptoj se në këtë toja të gjithë në përmjet emisionit tuaj, të buizimit, të gjithë ka, se me dhënë vetëm ka një fjali pura jute, ka një fjali të mirë, ka një fjali do... Po, por fjala e mirë ka marrë aratin, më shumë njerëzit... Do me thënë gjithë se kush i di vetë halët problemet, kështu që zoti ju besot... E mira është mos ofendojmë dhe bullizojmë askënd, që varet situata mund t'jelli këdo në... Ashtu si që e një sot mund t'jetë dhe dikush tjetër, por askujt mos t'ja urojmë të keqen. Unë të uroj një ditë të mbarë dhe faleminderit që telefononi. Gjithashtu dhe juve dhe faleminderit shumë dhe juve. Faleminderit. Miru pafshim. Pra, ishim me zonjën nga Fieri, cila telefonon vazhdimisht në ekranin tonë.
në Argon në Blu, ndërkohë do të kalojmë tek një kronik kush do të mbajë përgjegjësi për kantierin e braktisur punime për rekonstruksion e pallatit 1300 në Vlorë janë prezantuar duke lënë banorët në pasiguri. Shihin më shumë detaje nga raportimi i Blu Televizion. Rrezullohen sërish punimet për rikonstruksionin e pallatit 1300 në lagjen 24 maj të qytetit të Vlorës. Firma e cila nisi punimet tashmë është larguar duke lënë një kantier të hapur në pallat dhe duke rritur rrezikshmërinë tek banorët. Janë vetë këta të fundit që e përcjellin situatën me shqetësim, ndërsa nuk ka asnjë afat apo informacion për rifillimin e punimeve. Firma e cila tashmë është larguar është e dyta që nisi të kryej punimet në pallat, teksa dhe e para u largua pa përmbyllur asgjë. Banorët kërkojnë zgjidhje të situatës së krijuar pasi kantieri në pallat është i hapur. Gropa për rreth ambienti duke shtuar rrezikun për vetë banorët. Mes fjalëve të tyre pranojnë se duhet ndërhysh sa më shpejt, me qëllimin që rikonstruksioni i pallatit është kthyer tashmë në një të nënlovel të përfundojë. Sa kohë kanë që janë larguar? Po, vajte një muaj gjysmë që janë larguar, që s'kanë ardhur. Kjo është era e dytë që po bëjnë apo? Era e dytë edhe kanalizimi të andaj i lanë mes ata të firmës, erdhën këta të komunalet me zi mbaruan dhe ato, të banjeve. Po çfarë kanë? Kjo ngeli kështu, asnjë. Kemi vajte kryetari ka qenë. Do e nisim sot se do të bësh shpronësimi asaj. Po. Ai shpronësimi duhet të bëhej që kur u bë në fillim projekti. Këta e lanë. Ka lëdhe gropa hapur aty. Gropat hapur, ja ato janë me ujë të banjeve. Sa i lokali që është atje shkarkon në bodrum. Bodrumet janë mbushur plot. Pompa u hoqë janë. Ngeli llastiku kështu. Është e vështirë ju kanë bërë më keq? Po më keq është. Neve me zi zbresim, shiko. Jemi pleq me zi zbresim aty, do thujmë këmbët. Çfarë themi ne? S'do të di njëri fare. Kryetari do vim sot, do vim nesër, ata merren me fushat ata, nis kanë kohën tonë. Neve rrim, jemi në mëshirë të fatit. Kanë hedhur tenderin për të shpronësuar pallatin. Po punimet? Punimet janë bllokuar për çështjen pas është doli kjo në fund, nuk Është rrezik? o është rrezik. Sa herë që nisi punimet? Sa? Firme e dytë kjo. Kjo është firme e dytë, e para hiku. E dyta kjo, tani do ta bëjnë të tretën. Hapur, Po setat të hapur asë janë ndaluar punimet. Kemi vajtur, na kanë thënë që kanë hedhë bërë kërkesën për shpronësim. Po s'kanë ardhur me ata zdim gjëfare. Ata i lanë kështu dhe të thirrën në një këmbë, në një kokë aty. Sa ku kanë në që nisën edhe që janë ndërprer? Po fillon i lanë prapë, erdhën edhe njerë dhe s'erdhën më. Në pallatin 1300 jetojnë 40 familje të cilat jetojnë mes rrezikut. Punimet e nisura nga firma e dytë ndërtuese janë ndërprerë sërish, ndërsa nuk ka asnjë afat apo informacion se kur do të rinisin dhe rikonstruksioni të përfundojë. Ndoqëm kronikën, ndërkohë them të shkojmë njëherë në hapësirën muzikore. Regjia me një hapësirë muzikore, një muzikë që t'i pëlqejë dhe qytetarëve që na ndjekin, të gjithë atyre që na ndjekin çdo ditë në faqen tonë në Facebook, në Blu Televizion, por dhe nëpërmjet ekranit. Gjithashtu, sepse kemi edhe patur kërkesa, duan muzikë pak të zgjedhur qytetarët. Ndoqëm hapësirën muzikore, ndërkohë do të kalojmë tek një tjetër informacion. Shpella e shkruar e Lepenicës, një pasuri historike me piktura shëmbore, pritet të shpallët monument kulture. A do të marrë mbrojtjen e dur, ndiqni më shumë në kronikën realizuar nga Blu Televizion nga gazetari Armand Xhelili. Shpella e shkruar e Lepenicës, e cila ndodhe 800 metra mbi nivelin e detit, është e veçanta për pikturat e saj shkëmbore. Daton rreth 3000 vite para ereson. E ngjashme me shpellat të tjera të cilat janë zbuluar në Itali, në Greqi apo edhe në vende të tjera të Ballkanit, ndërkohë që është e vetmja e cila është në qarkun e Vlorës. E veçantë për pikturat shkëmbore, paraprakisht ka marrë mbrojtje paraprake. Megjithatë, Drejtoria e Monumenteve të Kulturës i ka bërë kërkesë ministrisë për ta shpallur atë monument kulture. Një të shpellat më të vizituara së fundmi edhe nga turistët, ndërkohë që po punohet për restaurimin dhe rikthimin në identitet
të pikturave shkëmbore. Shpella e shkruar Lepenicës në Vlorë, një nga zbulimet më të rëndësishme historike për zonën jugperëndimore të vendit, por edhe në Shqipëri. Bëhet fjalë për pikturat shkëmbore të gjendura në pjesën e sipërme të saj, të cilat mendohen se datojnë në mijëvjeçarin e tretë para erës sonë, ose quhetur ndryshe edhe si periudha e neolitit të vonë. Shpellat e ngjashme janë gjetur edhe në veri të vendit, por ato i përkasin periudhave të mëvonshme, kryesisht të mesjetës. Në brendësi të saj gjenden 19 figura antropomorfe dhe 8 figura gjeometrike të shregullta. Arkeologu Kredilian Çipa konfirmon se bëhet fjalë për një zbulim shumë të rëndësishëm për zonën, ndërsa fillimisht gjetja dhe dokumentimi i saj daton në vitet 70. Atë ndodhemi tek shpella e shkruar e Lepenicës, e cila ndodhet në malin e Lepenicës, në një lartësi rreth 800 metra mbi nivelin e detit, në një pikë nga pikpamja vizuale dominuese për gjithë luginën e Shushicës. Këtu ndodhet një nga themi format e artit më të hershme të dokumentuara në Republikën e Shqipërisë, piktura e Lepenicës, piktura shkëmbore e Lepenicës. Ajo është identifikuar dhe studiuar dhe botuar fillimisht nga profesor Muzafer Kurkuti në fillim të viteve 70, i cili është, le të themi, pionieri i studimit të kësaj forme arti prehistorike. Është mjaft e rëndësishme për vetë zonën, por edhe mjaft mirë dokumentuar në Shqipëri dhe është e vetmja me të tilla vlera. Të ngjashme me këtë pikturë shkëmbore janë gjetur edhe në vende të tjera, si Spanja apo Bosnja e vendet të Ballkanit, ndërsa mendohet edhe si një lloj antuari për besimet e kohës. Kjo tregon edhe faktin se vendos Shqipërinë në kuadrin e një kulture të gjerë europiane. Pikpamjet janë të ndryshme. Sigurisht ajo është një pikturë shkëmbore, një formë arti e shprehur jo vetëm në Shqipëri, po e shprehur në të gjithë zonën e Europës edhe të Ballkanit. Pikturat e ngjashme gjenden nga Spanja në vendet nordike, duke ardhur deri në Ballkan edhe më në lindje akoma. Kështu që është një formë arti që vendos Shqipërinë në kuadrin e një kulture të gjerë europiane, le të themi edhe mesdhetare të kohës së vet në prehistori. Por për sa i përket Shqipërisë, kjo formë arti, le të them, është gati unikale në territorin e Shqipërisë dhe është, le të themi, siti ose piktura shkëmbore më mirë e dokumentuar dhe më mirë e datuar në raport me të gjitha format e tjera të pikturës shkëmbore të gjetur në territorin e Republikës së Shqipërisë. Atëherë, e para ajo është art shkëmbor dhe e dyta ka dhe hipoteza që mund të jetë edhe një lloj sanktuari për periudhën, pra për që i dedikoj, le të themi, besimeve të kohës. Sot ajo ka statusin e mbrojtjes paraprake, ndërsa nga monumentet e kulturës në Vlorë, fillimisht në vitin 2019 bashkë me homolog spanjoll dhe më pas në vitin 2023 janë kryer studime, gërmime dhe ulëmtime, apo dhe një projekt që së bashku me ministrinë kjo shpellë të marrë statusin e trashëgimisë kulturore për vlerat historike që ka. Natyrisht sipas Çipës ka patur dëmtime nga banor apo dhe blegtor, por dhe nga zjarret e ndezura në të, por ajo ruan mjaft mirë vlerat e saj. Ndaj një thirrje vjen nga vetë arkeologu për ta ruajtur edhe nga vetë banorët, pasi për shkak të dokumentimit të saj, shpella ka ngjallur dhe interesin e turistëve të huaj. Me të marrë statusin e monumentit të kulturës dhe njohjes së zonës së mbrojtur arkeologjike, që është një hap shumë i rëndësishëm drejt mbrojtjes së saj. Hapi i radhës është vijimi i projektit që ne kemi për restaurimin e pikturës shkëmbore. Kjo është e domosdoshme, pastrimin e saj, kutjet e mundur dhe sigurisht dhe hapa të mëtejshme për promovimin e saj për turizmin, duke krijuar dhe një farë infrastrukture për këtë pjesë. Sigurisht hapa të mëtejshme do të jenë në lidhje me ndërgjegjësimin e komunitetit, i cili, le të themi, është i ndërgjegjësuar, nuk është se s'është i ndërgjegjësuar, por për të kuptuar më tej jo vetëm vlerat historike, kulturore që ka ky sit, por edhe vlerat monetare që mund të sjellë në të ardhmen turizmi vetë fshatit Lepenicë, zonave të tjera përreth, gjithë zonës përreth. Ne këtu duhet, le të themi, të bëjmë një apel. E para që mos të gdenden më emra personal njerëzish që vinë edhe vizitojnë, sepse kjo duhet dëmtoj më tej pikturën shkëmbore. Apeli tjetër është për njerëzit blegtorët që vinë këtu dhe ndezin zjarre poshtë shkëmbore, do t'ju luteshim, është shumë e rëndësishme të mos vijojnë të ndezin zjarre aty, sepse kjo rrezikon humbjen totale të pikturës shkëmbore.
Dhe sigurisht pastaj vetë komuniteti, siç e thash, është i ndërgjegjësuar që ky monument i rëndësishëm të ruhet, edhe ne do bëjmë fushata të mëtejshme për ndërgjegjësimin e mëtejshëm. Fakti që shpella ka ngjall interes dhe është vizituar nga të huaj pranohet edhe nga banorët të zonës. Banori i Lepenicës Dritan Rexhepaj pranon se tashmë numri vizitorëve të huaj është rritur ndjeshëm, ndërsa kjo shpellë është edhe një krenari për vetë zonën, por që duhet padyshim më shumë vëmendje për ta ristauruar dhe për ta mbrojtur. Shpella e shkruar e Lepenicës, si ka qenë më para, si është? Ka interes, ka vizitor? Shumë fare. Sidomos me bërjen e rrugës që e bë firma, interesi sa po vjen edhe. Se infrastruktura ke parasysh gjithandej për turizmi, për turistat, për studiusët, për këta që vinë është shtuar shumë. Çfarë janë kryesisht të huaj shqiptar? Huaj, sidomos austriak, francez, shumë fare, ndofta informacioni ka qenë dhe i dohet, po me kohën që ka ardhur në internet e këto, po ishte problemi i stopimit të rrugës. E vini deri diku dhe nuk orientoheshin dot. Se tashtin 200-300 metra vija ajrore, ka rruga deri këtu dhe vinë shumë fare që i orientojnë. Se më pare ishte e pa mundur, dojnë me shoqërus që nga Vlora, me... Çfarë do të thotë numri shtimit të vizitorëve të? Do të thotë interesin dhe promovimin dhe sidomos të zonës. Më përpara nuk kish shumë, kishte informacion, po i dobët. Sidomos kohët e fundit ka marrë shumë emër. Edhe nga vlerat historike, sepse ai është një monument i rrallë për jo vetëm për Lepenicën e zonën tonë, por për gjithë Shqipërinë. Shpella e shkruar e Lepenicës është një nga zbulimet më të rëndësishme historike, edhe për shkak të dokumentimit të saj, edhe në gjuhë të huaj ka ngjallur interes për të vizituar pavarësisht vështirësive për tu arritur. Ajo është nga të vetmet në Shqipëri me piktura shkëmbore që mendohet se daton në mijëvjeçarin e tretë para erëson. Kjo e bën atë që të jetë tashmë në mbrojtje paraprake, me synimin për të marrë statusin e trashëgimisë kulturore, dhe që do të jetë një vlerë për zhvillimin edhe më tej të zonën përreth, por padyshim edhe për ta mbrojtur këtë vlerë historike. Jatë që jemi rikthyer në studio pasi ndoqëm kronikën, ndërkohë kemi një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, vasi kalon. Mirëmëngjes i zotëri. E ja të punë me këtyre mora. Banori Picarit. Po. Në i lajmë i mirë, apo? Po jo, akoma. Akoma, as një lajmë i mirë. Dhe kënjem duke. Po? Nuk e din që qapet me këtë kryetar bashki. Asgjë kryetari i bashkisë. E zgjedhur na i mençur deputeti ONC. Të mashtron si qytetar, si një të sëmu, nuk e di se çfarë bën. Po? Po të kishte aq shumë si që është miratuar në fundit dhe në kisha më shumë bërë, po jam nuk i dhe gjenjen kësho kur është me në një drek me deputetin e thot dalë se ka ardhur presi i firën. Kur është me deputetin? Po. Kur jam kësho të shtonë të tjellë bashkë. Ndërkohë deputeti i zonës i ka vazhduar takimet me banorët, andej? Po, më duke se të pena zonës tona janë. Akoma? Më duke se është këtë tjetëri. Se ku është i deputet nuk e di. Por ke besim se do të ndryshoj diçka? Janë gënjeshtra ti. Janë gënjeshtra. Ti gazeta. Ti se keni parë vetë dhe shkollën në atëja. Në të blo, në të gjitha në fshatin Lupojnë, në Picarë, a i gënjem ma shkollë. Se që besë. Nuk ka bërë edhe asë edhe një gjë. Si që ta kam të thënë, kë duhet të kishte për si pas ministrisë, po këtë gënjen më shtronë. Por... E para që dhe ishte investuar këto dhe... Por sa do gënjen dhe do ma shtrojnë, sepse... Po që dhe bëjtë? Vazhdojnë, edhe po kalojnë, ka iq vite, madje po kërkojnë dhe mandatin e 4, O me këto gënjeshtra që bëjnë të qa mandati kërkon majtë 4 apo 3, dhe kërkon vetë ta mërte vetë më spaku të ndërhyrde që me këto famë. Mirë se mandati 4 është për Shqipërinë që të vitë 2030 edhe do futemi në Europë. Ka për kërëmë në Europë. Pa dyrë pa dritare, si që e ti, që kërkon ndimë. Shu, si interesuat fare, se ku banon një
Ka banor të tjerë cilët janë në kushte të vështira në zonën tuaj, që jetojnë me ndihmë ekonomike apo? Po ka plot. Ka plot. Ta bërja i mori pruj të të kjo shkolla, si që ta kam thënë që shkolla ishte shkolla. Po? I futi aty ky deputeti dhe su kujtoti të ndënjashtë. Që i strojt e shkolla? I strojt e shkolla, edhe hajde kërkon mësuesit, që kërkon kopshtarë dhe mësojnë atje, po do futen ata kopshtarë atje, është tort. Kjo familje do nëzirë se ajo është shkollë, s'ka ku vem familje të lozi. E kuptoj. Apo e kam gabim? Jo, është drejt, por ndërkohë në ato zonë restaurohen shkolla, investohet në disa... Shkolla nuk është të jetoj, mu të jetoj një muaj apo 2 muaj, jo ti futësh aty në shkollë ti ku mësojnë fëmijët. Është do të faqetësit. Por shumë shkolla të zonave të Selenisës apo të Lumit, Vlorës, janë drejt mbylljes, numri nxënësve sa çdo vit fillon e bie. Po ta themi, gjithë të tendra që kam dalë, ky kryetari ka në qepë. Po? Nuk i për, si që je shkolla në Treplov, që vajti ti, si që je shkolla në Peshkpi, në Luponj, në Raminç të tëra, ku janë në radhë, që janë hedhë në fonde, për të si ka bërë. Po? I ka gjitha në qepë për blerje votës. Mirë, ndërkohë këta nxjerrin tender, a bëjnë shkollë, restaurojnë se për të bërë gjë e madhe, edhe ndërkohë shkollat s'kan nxënës. Si që të thash ty për rrugën që doli tenderi këto pizzerë Triplo. Po? A i investoj në këto dere aty të qendra ambulancës edhe ndë i la shkretë. Dhe i këm për lartë. Se nuk kef tender a i për një copë rrugë, një kamion me setë që hodhi aty edhe qakë. A i hedhë për të gjithë rrugën edhe përfiton për vete e bërë, thotë. Po, përfiton për vete. Edhe del kjo balluku kam diton në fije. Dhe do të këshma me kohë spërku për tendret me këto që ka bërë. Mirë. Sa mandati kërkonte. Por ata e kërkojnë në mandatin, tani spaku se kur mund ta caktoj ditën apo nëse ka prova ndaj këtyre, si dihet një ditë e bukur është ajo për gjithë. Po këta pjesë të spakut janë si deputeti edhe kjo bashkë me ta. Po i të kjenje mashtrojnë. Zotri, unë të falenderoj sepse kemi një të ftuar për pak dhe... Falenderoj do të doja të beja në një juve që i gazetarës. Po. Limonit me në një shumë, si që nartoja të në Grehia. Po. Ta tjetër. Të uroj një... Ditë të mbarë. Një ditë të mbarë. Ishim me banorin e fshatit Picar, ndërkohë një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zotri. Mirëmëngjesi. Si jeni? Mirë, si kaloni. Mirë, ja, këtu përballë publiku, dëgjojmë hallet dhe problemet. Ju i përshëndesim gjithë parafolësit, ja respektojnë këtë stacion gjigandës. Stacion i së vërtetës. Faleminderit. Nuk fjole e vërtet e popullit të thjesht, e fukarajt. Po, tani, nda jemi për cilin zërin e popullit të thjesht se... Respekt për stacion dhe u bëft më i madhë. Po, normal që do bëhet. U bëft i madhërishëm. Besoj e ke parë... Po. Gjithë e pirit jugut, gjithë Vlonjat, Fjerak, Tepelenas, nuk e di kush e djog të stacion, edhe në veri, po e djoje Dugagjinsi o Shkodrani, dhe gjë fantastike, akoma mirë. Po. Inshallah se i vëm atot, rjetet që jetë edhe për Serbina ndej, për Kosovën. Normal, të na... Shpresem të dëgjojmë në Kosovë një ditë. Do të votojmë këto tre se nuk do të kemi gjithë tre. Do të votojmë gjithë të banda që la Ramiz Alia, që la Roxha. Thua që nuk do ndryshoj asgjë. Do të kemi gjithë tre, do të kemi të njëjtin parlament, të njëjtat fytyra, të njëjtët kriminal,
që boshatisin Shqipërinë, që shpopulluar Shqipërinë, nuk do të kemi një diçka të re për Po pse më Rama po thot 2030 erdhi Europa? Nuk do, është Europa që kërkon. Se i kemi dalë barikadë, duhet të vej treni direkt për në Athinë, ne i kemi dalë barikadë, është Europa që po kërkon Shqipërinë. Nuk e kërkon Shqipëria Europën. Është do Rama do të futet në Europë, është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Dhe këta do i fusin në grop. Po. Shpresoj para 11 majit këta t'ja arrestoj. Sali Berishën, Ilir Meta është brenda, po edhe të Rama duhet vej brenda. Po. Këto banda nuk duhet që në zgjedhje këto banda, kriminale, terroriste. Pra po thuash, fajin e ka politika jonë që e ndalon startimin drejt Europës. Shikoni pasë, doni krimin e tyre, shikoni Villat Palas. Villat Palas, tuneli që u apsha, ku që duhesh tuneli, i duhesh vetëm Palasës. I duhesh këta që ka napur hotelet në Dhërmi, hotelet në Imar, gjithë gjiklurit, gjithë kriminelve. Dakor, por populli nuk i shikon këto vila. I merë ujnë u aqonë atyre, i merë ujnë fshatarit që u jepë baktive dhe aqonë rrugajve të Tiranës, rrugajve oligarkve. Të jenë të sigur që nuk do të amarin do të ujnë, as Trajgjasit, as Dukatit, as Lumit të Vlorës. Shqyqyrë, dhe fantastike. Nuk e amarin do. Po Trajgjasjotët e Dukaqot nuk të falin, do të derë dhe shgjaka dhe nuk janë banë. Dukati i ktheu armët me Meqeut e Enverogës i ktheu armët. Jo pjot për këta Dukati. Ku më ka një Dukati është vëndi ku ka ngrën është ullur në Gjulio Cezare atje. Po. Dukati është gigant. Këta fjallat Dukat. E ty shto me thënë është fjallë gigantës. Flori. Qa bëndi, është vënd Florini. Po. Ka burra, Dukati ka burra, ka legenda. Por që them me gjithë zona e Lapëris, aty ku është tentuar të merret ujë, besoj që do të jenë qendrestarë. Këto tre banda kriminale është tëra mizaliste e Enverogës. Janë tre banda ish komuniste të ndara. është një bajke ndarë në 3 pjesë. Po. është një bajke ndarë me thik në 3 pjesë. Ja kjo është që do zgjedhin shqiptarë, do zgjedhin bajke për fund. Zotri, unë do... Votat e këtyre në llogaritë në Beograd dhe në Athinë, atje numërojnë votat e këtyre. Dua të falenderoj për shkak sepse kemi të ftuar. Ditë mbar, miru pafshim. Do të shkojmë në publicitet, do të rikthehemi pas pak me një të ftuar që na ka ardhur nga Gjirokastra. Ja të jemi rikthyer në studio dashur miq dhe kemi të ftuar Mimoza Nebiaj, shkrimtare disa libra, ka shkruar edhe disa tekste këngësh, gjithashtu këndon këngë popullore, sepse sfidat e jetës nuk e kanë poshtur të ndjeki pasionet e saj për shkrimet dhe për këngën. Mimoza, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta në studio. Mirë se na erdhët nga Gjirokastra. Si e nisni ditën nga Gjirokastra? Gjirokastra ime, fjala mjalë të këngës, ku dhe guri fleto moj, me gjuhën e zëmrës, me gjuhën e zëmrës, me gjuhën e gjanit, Gjirokastra ime moj, kurore vatanit, nuk ka Shqipëria, as bota e tërë, o pike floririt, mi malin e gjërë, tok me zërin tim, mblidhen mira zëra, po the Gjirokastra, i ke thënë të tëra. I the të tëra, bravo. Një zë i shkëlqyer, faleminderit që na keni ardhur në studio dhe keni udhëtuar nga Gjirokastra. Ishte një kënaqësi, një ndër i veçantë që unë të isha e ftuar sot në studion tuaj. E ke ndjekur emisionin gjatë gjithë? E kam ndjekur pak, mbrëm mendoj që. Po më pëlqeu, ishte një emision shumë i bukur që fton poetët që mos të lihen në arres. Mirë, normal që ata që ja kanë vlera edhe duhet i përcjellin vlerat e tyre në vendin tim unë do ta them se as më rigoja do ta them. Në vendin tim në Gjirokastër poetët janë harruar. Po pse harruar? Nuk kujtohen. Nuk e di. Është me miq e me shok të ftohet në studio. Një poete, një këngëtare ftohem dhe na jashtë vendit janë ftuar dhe brenda vendit janë ftuar si poete si këngëtare. Dhe si poete në nevojë, që vuaj në kushte të vështira. Mimoza, si nis dita juaj, si është rutina? Përveç merreni me si shkrimtare, jeni apasionuar mbas këngës popullore, shkruani tekste këngësh?
Por jeni një nën. Çdo mëngjes zakonisht unë jetoj në Gjirokastër, tani se jetoja në fshat, në konviktin e Shqupave. Më ka akomoduar bashkia një dhomë, e më kanë rregulluar dhe të punojnë me orë të pjesme. Se trajtohen me kemp, edhe nisë dita duke filluar punën. Përse trajtojnë me kemp? 100.000 lekë. 100.000 lekë. Aq është rroga më e ulur për një invalid. Edhe duke filluar punën atje me shoqet edhe me është një komunitet. Jeni e pa punë? Jam e pa punë. E pa punë. Një komunitet shumë i mirë që më kanë afruar shumë, më kanë dhënë ndihmën si drejtori, si financieri, si punojësit e tjerë dhe të bashkisë më kanë ndihmuar jashtëzakonisht në këtë periudhë shumë të vështirë që po vuaj. Njeriu kur është në situatë të vështirë, normal që ka nevojë edhe ndihmë nga të tjerë dhe bravo qoftë atyre që të gjendën dhe të ndihmojnë. Kam hedhur dhe statusin në Facebook për të më ndihmuar se vajta 2 vjet që vuajna kanceri i gjirit dhe nuk kam të ardhurat të mjaftueshme për të përballuar rrugën edhe mjekimin. Si e morët vesh që vuajnë nga kanceri i gjirit? Në një moment në shtëpi unë kisha rrjedhje të gjirit, edhe dhimbje të her pas hershme, po këtë unë e kam patur që kur linda fëmijën e parë, se më vdiq fëmija e parë. Deshdiqja në sallën e lindjes, më vdiq fëmija rojti 1 muaj dhe shpëtova unë, ato më mblodhen gjiret, mi ka tërhequr bashorti ndirë dhe kunata. Po unë merresha me bashorti me musëmur, pas 3 vite martesje isha me bashorti, musëmur me leuqemi, edhe e lash pas dore në gjirin. E lat pas dore vetë. Ka është përshë që sëmundje që është përhapur? Përhapur në mas të gjërë është përhapur. Pastaj pas vdekjes së bashortit më është djegur dhe djali në këmbë dhe nuk isha kohë të merresha me veten time. Pra peripeci dhe vuajtje 27 vjeçe keni humbur bashortin tuaj. Më la një barë të madhe, i madhe ishte 2 vjeçë, i vogli ishte 1 vjeç. Edhe më është djegur djali në këmbë dhe nuk isha kohë më të merresha me veten time, mendoja për jetën e djalit, i bëra dhe një plastik në Tiranë dhe ka nevojë për një plastik tjetër të. Por gjithë këto sfida të vështira ju nuk ju ndalën për pasionin që keni për këngën. Asnjëherë. Dhe kur e kisha bashortin e ndirë, kisha gjallë, ai më dha shtys dhe më dha amanet se unë këndoja në shtëpi dhe më thoshte dhe kur mos ti jem unë, se unë se kuptoja. Sa i ma thoshte rreth dhe kur mos ti jem unë, ti do ta vazhdosh pasionin tënd, mos ta lësh në mes. Dhe unë e vazhdoj dhe sot, unë çdo ditë shkruaj, e vlerësojmë në grupe të ndryshme. Shkruan për grupe labe, polifonis apo këngëtar? Unë tekstet e këngës i kam bërë dhe që të merren nga këngëtarët e tjerë, po i kam kënduar vetë. Këtë këngën e tretë e kam titulluar Zemër e pa dëgjuar, vetë e bëra tekstin, vetë edhe muzikën. Ai hodhi vetëm notat që orkestroi. Po që bëj tekst e këngës kush të doj që ta dëgjoj me anë të këtij emisioni që unë krijoj tekst e këngës, edhe i këndoj vetë, edhe në grupe. Këndoni, shkoni shumë për aktivitete në Gjirokastër? Nuk na kanë marrë, ta thash edhe më lart që poetët e jugut janë haruar, nuk më marrin as në grupe, as në evente të ndryshme që organizohen për koncerte, marrin lekë ta, pse mos të marrë edhe unë, çka kam? Normal. Jetoj në kushte të vështira. Nuk më kanë thirrur në vetëm shkëndoj vetëm me forcat e mia edhe me të ardhurat të pakta që i kanë bërë dhe këngët edhe kanë qenë dhe njerëz të mirë që nuk më kanë që të kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar dhe nuk më kanë kërkuar më shumë na. Nuk e dim nëse regjia ka ndonjë nga këngët e Mimozës, edhe që mund të transmetojmë, një nga këngët, keni kanalin tuaj në YouTube, apo? Kam edhe kanalin tuaj, po kjo këngë është edhe te kameramani, te Robert Banaj. Po? Kam hapur dhe unë kanalin. Ta ndjekim pak? Po. E ndjekim pak? Po, ja tek jemi rikthyer ndoqëm këngën e Mimoza Nebia. Mimoza më the që ke marrë kredi për këngën e parë, apo? Po, për këngën e parë unë kam marrë kredi me zi kam shlyer. Me zjekën e shlyer. Se s'kisha mundësi. Dhe djemtë nuk më kanë thënë asgjë, mama tha ta vazhdo shëndrën tënde, më tha mua dhe ka marrë kredi 500.000 se nuk më jepnin kredi. Por që ti mbledh të ardhurat duke shitur dhe libra që për të marrë kurën për shkak të sëmundjes që kancerit të gjirit. Të këndimoj njerëz? Më kanë ndihmuar njerëz të ndryshëm, ka dhe njerëz human, ka dhe njerëz të mirë në këtë botë. Më janë përgjigjur me aq sa kanë patur mundësi dhe unë gjira si ti falenderoj jo me emra, se më kanë thënë që nuk duhet i përmendësh emra. Kudo që ti jenë, Zoti i bekoft.
për atë ndihmë që më kanë dhënë mua, që kanë që në kushte të vështira që qaja me lot që nuk isha mundësi të bleja mjekimi, më janë përgjigjur, nuk e di çfarë të them. Tani e kam hedhur prapë statusin se unë do i përsëri të njëjtën tjetër, edhe nuk e di çfarë do më thotë doktori që më ndjek te ekologjik, ose atje bëhet një radhë e paparë një çmenduri me gratë në atë. Shumë gra dhe vajza që vinë. Kur kam vajtur unë ka qenë 52 gra. Po nga se vinë kjo, pse ndodh kjo që është shumë masivisht? Kjo se ka lënë gratë pastore, rrjedh gjiri dhimbje ka gjendër në atë kohë në verit dhe nuk ishin fare në ato Po tani mos ndodhi nga ushqimet, streset. Dhe nga ushqimet që ham pa kriter më, vinu ushqime nga jashtë, tonat vidhen poshtë. Pi Coca-Cola thot ai me pesticide, mandarina, portokalle, ne nuk dim çfarë ham. Shikojmë videot atje me shiringa mbushin partizanet, kastravecin, domaten të gjitha, ne nuk dim çfarë ham. Da janë shfaqur këto sëmundje. Se atëherë kishe bio të gjitha. Tani nuk di çfarë ha. Të merr frika të marrësh një domate. Po, e kuptoj. Flasim pak për librin me poezi. Që i keni shkruar. E kam titulluar Trisht edhe ndjej. Pse ky titull? E kam vënë për hallet edhe për brengat e mia pas vdekjes së bashortit, që më la amanet, më tha do ta vazhdosh ëndrrën tënde, mos të mbetet në sirtar, dhe unë e vazhdova. Ky që e libri i parë që kam krijuar me poezi, nuk i kam hedhur të shumtat, kam hedhur pak, tani i kam shtypur këto të dytat, i kam bërë gati për botim dhe kërkoj sponsor, që kush të më dëgjoj me anë të këtij emisioni, sa të ketë mundësi të më ndihmojë që ta botoj dhe këtë libër. Shpresoj që dikush që na dëgjon, që në një nga bizneset kush ka mundësinë ta ndihmojë mimozën dhe pjesa çfarë kërkon. Se poetët duhet të ndihmuar, poetët që janë në vështirësi, janë në nevojë, duhet ndihmuar, tu jepet sado pak dora, që të ecin edhe ata përpara. Në Gjirokastër si e njohin mimozën? Mimozën e njohin më shumë si këngëtare. Si këngëtare? Si këngëtare, se si poete, mua televizioni Gjirokastra dhe televizioni Alpo nuk më kanë ftuar. Nuk të kanë ftuar? Nuk më kanë ftuar. Dhe njerë që më ftoi ajo gazetarja, asaj s'mund t'i thoshe gazetare, ma la fjalën mes. Edhe nuk ma dha intervistën si në televizionet e tjera, që sa mbaron intervistat i jepet linku, edhe e shikon. Ajo më preu fjalën në mes. Nese ne flasim për çfarë po japim sot, se çfarë bëjnë tjerët, bëjnë përgjegjësi për veten e tyre. Pra, ju vazhdoni të nxirrni këngë në YouTube, se kështu në koncerte, në aktivitete nuk ju ftojnë. Nuk më kanë ftuar. Nuk ju ftojnë. Si do të vazhdoni më tej, keni në një projekt tjetër? Për këngën? Për këngën. E kam edhe një projekt, po të shumë më ta bëj me bashkëpunim, se kam dëshirë të bëj me bashkëpunim me këngëtarë të tjerë. Kush ka dëshirë të bëjmë bashkëpunim me mua, jam i gatshme. Ke bërë një bashkëpunim? Jo, deri tani jo. Deri tani jo. Vetëm i kam bërë të treja këngët që kam bërë, e vetme. Dhe vetme. Se nuk të ndihmon njeri në këtë botë ndyrë. Çdo njeri duhet të eci me këmbët e veta. Unë deri këtu kam arritur me forcat e mia. Me forcat e tua. Në askush, haja lotat. Edhe thosha, pse mos të dalë edhe unë, qa më mungon, se kam të gjitha. Unë poezinë e shkruaj në moment, nuk kam nevojë ta kopij. Çfarë poezie mund ta interpretosh diçka që ke shkruar? Do recitoj poezinë e bashortit tim kur isha aty. Në mendje më vjen ajo kohë kur isha me ty. Gjithë bota ishe imja se të kisha vetëm ty. Hallet i ndanin bashk, por më të shumtat i merje ti. Nuk doje që pesha të më binte më shumë mua, se i till ishe ti. Iknin vite dalgadal, ne gëzonim si fëmijë, na u shfaq papritur një sëmundje, ajo quaj leuqemi. Ishim bërë me djalë prap, ti gëzoje si i marë, po që do dashuria ime nuk e ngrihet dot në krah. Tu luta vetëm një herë, se unë simptomat e dhimbjes nuk i dija. Të thash mere pak në krah, që ta mbaj mend baba. Ti e more vetëm një qast, po s'harite do ta ngrielat, se fuqi të la. Unë e shkreta të shikoja, por asgjë nuk kuptoja, në përbuz lotët i shkoja. Ti e dije o buri i mindjerë, se ashtu të si të tjerë, leuqemia nuk ka shpëtim. Një vit e gjysëm mundi të shtyj.
ti kaq kohë mbajte brenda dhe mua nuk më tregoje, nuk doje që dhimbjen të mashtroje. Po më shumë merak të mbeti ty, se nuk më le do të një shtëpi ta gëzoja me fëmijë. Po ti të presh i qetë, se do t'i mbaroj në djemt ata që më le amanet në këtë jetë. Nuk e harojnë ato qaste agonie, kur rëngjit erdhëm për të marrë, më pëshpërite nga dalë, amanet të djemt t'i lash, të miritësh si dritë e syve, se ata janë kopjoja ime. Në këtë botë ka të egër, në për kujtime mendoj ti që nuk të ka më pranë që t'i ndanim hallet bashkë. Po më le një pasuri të madhe, më le një pasuri me vlerë, më le dy djemë trima që janë shembull yt në çdo aspekt. Janë dhe do të jenë, dhe do t'i dua gjerë sa frym të kem, i shtrejt t'i im begjet. Bravo, Moza, bravo. Poezi e ndjerë dhe duke që dashuria e madhe që ke patur për bashortin tuaj. Isha një bashort të mrekullueshëm që Perëndia nuk ma la. Nëse kjo është jeta, s'kemi që nuk i ndalim do të... Jo, për para vdekjes ato që janë caktuar, nga Perëndia janë caktuar. Nuk më të bëjmë. Ne se kemi fuqinë, tani njeriu do të gjej kuranë dhe forcën për të vazhduar për para jeta vazhdon. Unë kam dy djemë trima që i përkushtojmë atyre, që i dua shumë, ata janë jeta ime, jam gati të shkull zemrën e taja për fëmijët e mi, pa ata s'jetoj dot. Si ishte Gjirokastra? Ka njerëz, ka aktivitet, ka turizëm? Të pak, po turist, ka plot. Po. Dyndje madhe e turistëve, janë bërë rregullime në bashkia, e ka reguluar qafën e pazarit, koncerte e ke çdo natë, çdo ditë koncerte në këngëtarët e rreteve të Shqipërisë. Për këtë të them me bindje të plot. Bënë rregullime, hoqën Çerçizin, Persefoni dhe Bule dhe Persefoni Kopedima dhe i vendosi prapë kryetari i bashkisë, po kam bërë një rregullim të përsosur. Bravo, kur ka njerëz që punojnë. Ka investime dhe ka turist pa fund që vinë çdo ditë në qafë të pazarit lartë turizmi, ka ecur përpara. Moza, sepse jemi drejt fundi për shkak se minutazhi, do doja diçka, çfarë më thuash, një kërkesë, çfarë dëshiron të i thuash publikut, kërkesë për ndihmë, ky është libri me poezi Mimozën e Bijaj. Kushtë doj të ma blej për kushtet e mia ekonomike dhe për të siguruar mjekimin. Po. Se do vete përsëri një tjetër në Tiranë dhe duhet siguroj mjekimin. Kush ka mundësi të më ndihmoj me aq sa mundet. Unë të uroj që ta kalosh të situatë vështirë, edhe që të marrësh një lajm të mirë. Faleminderit. Kur të shkosh tek mjeku për kontroll. Dhe të gjithë vajzat dhe gratë duhet të kujdesen. Duhet të sensibilizojnë që të bëjnë një mesazh për gjitha vajzat dhe zonjat. Një mesazh kam për të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë ekon dhe mamografinë në kohë, mos ta neglizhojnë se sëmundja përparon. Të gjitha gratë e këtij vendi që vuajnë për mungesën e ilaçeve, për mungesën e informacionit dhe u bëj thirrje që të vënë sa janë në kohë. Po. Të falenderoj shumë që na erdhët nga Gjirokastra, je munduar, je lodhur dhe të uroj shumë suksese. Ishte një kënaqësi e madhe të isha edhe në televizionin tuaj, se kam qenë në televizionet të tjera, më kam pritur me kënaqësi dhe kjo ishte shtëpia ime. Këtu u ndjeva mirë, u ndjeva bukur. Më vjen mirë. Pra, ishim me Mimozën e Bijaj që na erdhët nga Gjirokastra, respektuam ne nga Vlorë, respektojmë miqt. Dhe ndërkohë do të shkojmë tek kalendari historik. Kalendari 20 mars. Si 1915, Albert Einstein botoi teorinë e tij të përgjithshme të relativitetit. Relativiteti i përgjithshëm, i njohur si teoria e përgjithshme, është teoria gjeometrike e gravitetit e botuar nga Einstein në 1915 dhe përshkrimi aktual në fizikën moderne. Në 1956 Tunizia fiton pavarësinë nga Franca. Procesi i pavarësisë ndodhi në 52-shin deri në 56-ën midis Francës dhe një lëvizje separatiste të ndodhur.
Në 1957 lind në Atlanta, Spike Lee. Lee është një regjisor, producent, shkrimtar dhe aktor amerikan. Ai bëri debutimin e tij drejtues në She's Got Half Hit, që atëherë ai ka shkruar dhe drejtuar filma të rëndësishëm. Në 1990 gruaja e Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, hidhet gjyq për rishfet, përvetësim dhe zhvantje. Imelda Romualdez Marcos ishte zonja e parë e Filipineve për 21 vite, gjatë së cilës ajo dhe burri i saj besohet se kanë grumbuar në mënyrë të palishme multipasuri personale miliarda dollarëshe. Ndoqim kalendarin historik dhe besoj se do të shkojmë dhe njëherë në hapësirë muzikore. Ndodhi edhe kjo, që ne të shkojmë tek horoskopi, tek parashikimi i yje edhe për ditën e sotme, për të gjitha shenjat, dhe ju uroj një ditë mbar, një ditë bukur, dhe të jeni mirë dhe do të dëgjojmë sërish nesër po në të njëjtën orë. Mirupafshim. Horoskopi 20 mars. Dashi, Saturni do të jetë planeti që do të influencojë më së shumti jetën në çift. Do kuptoni edhe vetëm me një vështrim me partnerin dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli mes jush. Me planin financiar mos kërkoni të pasuroheni shpejt sepse do pendoheni. Demi, ditë e bukur dhe mbushur me surpriza të një pasnjëshme, kjo e sotmja për të dashuruarit. Do përjetoni emocione të një pasnjëshme dhe shpesh do ju duket vetja sikur jeni në ëndër. Beqarët nuk do të kërkojnë me ngulëm një histori dashurie, por gjithçka do të ndodhë si me magji për ta. Në planin financiar, situata do të jetë goxha e mirë dhe do të kryeni transaksione të rëndësishme. Binjakët, ditë rësisht ndryshe kjo e sotmja nga disa kohë më parë. Dëshirat në çift do të jenë të zjarrta dhe emocionet të papërshkrueshme. Të dy do të jeni pasionant dhe të gatshëm për të provuar eksperienca të reja. Beqarët duhet të bëjnë kujdes sepse mund të takojnë persona që nuk janë për ta. Financat do të jenë shqetësuese, mos u nxitoni. Gaforia, jeta juaj në çift nuk do të jetë as pak rutinë gjatë kësaj dite, megjithatë sërish do të keni debate me partnerin. Mundoni të zgjidhni me qetësi dhe tolerancë. Beqarët do të kenë vetëm mundësi për aventura kalimtare dhe pa të ardhmen. Në planin financiar nuk duhet rrezikuar sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit. Luani, nëse keni kohë që jeni në një lidhje, marrëdhënia në çift do të jetë e qëndrueshme, ndërsa për ata që sapo kanë ndryshuar status do të ketë vështirësi. Mos u nxitoni të thoni fjalën e fundit menjëherë. Beqarët do të kenë një ditë të këndshme dhe pse jo me takime impresionuese. Virgjëresha, do të jeni më xhelos se kur ndaj atij që keni në krah sot dhe nuk do t'ju pëlqejë as pak që ai të shoqërohet me shoqet e tij. Kujdes mos e teproni. Beqarët do të takojnë persona të ndryshëm nga ata, por do të kenë disa të veçantë. Gjithsesi mos u nxitoni për asgjë. Në planin financiar tregoni realist nëse nuk doni të keni probleme. Peshorja, jeta në çift do të jetë e qëndrueshme, nuk do të diskutoni për tema delikate me partnerin dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Beqarët do të joshin gjatë gjithë kohës, por sërish nuk do të gjejnë personin që do i përmbush. Nuk pritet problemi i vogël në sektorin financiar. Akrepi, ditë e ndërlikuar kjo e sotmja, keni idealizuar më shumë se duhet partnerin dhe do të përballeni me goxha zhgënjime. Beqarët do të kenë më shumë mundësi për ta gjetur personin e tyre të ëndrave, vetëm se duhet të bëjnë syt katër kudo që të shkojnë. Në planin financiar do të merrni vendime. Shigjetari, për ata që janë në një lidhje, dita e sotme do të jetë e mrekullueshme. Partneri do të surprizojë me sjelljen e tij dhe do të bëjë të dashuroni edhe një herë më shumë. Beqarët do të kenë mundësi reale për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Beqarët do jojoshin më së shumti. Në planin financiar priten përmirësime të vogla. Britsjapi, klima në jetën tuaj në çift do të ngrohet mjaft gjatë ditës. Nuk do të ketë pasion të çmendur, megjithatë emocionet dhe kënaqësitë janë të shumta. Beqarët do i lënë veten të lirë dhe do të përfitojnë nga çdo mundësi që do t'ju jepet. Edhe financat nga pak do të përmirësohen. Ujori, mos mendoni se duke e pasur nuk krah dikë,
Keni çdo gjë të drejtë mbi të dhe të silleni si doni. Në këtë mënyrë do e shkatroni lidhjen dhe do të lëndoni dhe veten. Financat nuk do të jenë në gjendje të mirë. Peshqit, marrëdhënia në çift nuk do të jetë as pak problematike gjatë ditës, do bini dakord për gjithçka me atë që keni në krah, duke qenë dhe ditë e qetë. Planin financiar mos besoni shumë në instinktin tuaj.